Habit mjeku, ja përse duhet të hani një mollë para gjumit. Ta hash diçka përpara se të flesh mund të sjellë probleme gjatë natës, sepse ushqimet në orët e vona të mbrëmjes rëndojnë stomakun. Nëse kjo është e vërtet për shumicën e ushqimeve të rënda, djegëse dhe ushqimet yndyrore, mollat mund të jenë një zgjidhje mjaft të mirë për gjumin. Kanë përmbajtje të lartë të vitaminave, mineraleve, antioksidantëve, polifenoleve dhe pothuajse edhe elementëve ushqyes të rëndësishëm. Konsumi një molle para gjumit do të sjellë minerale dhe vitamina shumë të rëndësishme për organizmin tuaj. Mollët janë të pasur me vitaminën C, vitaminën B6, kalium, të cilat ndihmojnë në parandalimin e gjendjeve të gjumit. Polifenolet janë antioksidantët që gjenden kryesisht te lëkurat e mollës dhe kështu lëngu i mollës ose lëkura e saj mund të kenë përmbajtje të mira që përmirësojnë shëndetin tuaj. Fibrat dhe elementet e ujit gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë me konsumin e këtij fruti vërtet të veçantë për dietën tuaj.